Përshëndetje mislimi dhe shikues shqiptar që krejt nga Arlindi. Sot ngjera me Arlindin e kom deri në knacin me pas Dafina Dautin. Diven, mas Adelina Ismailit. Votuesja e rregullt e partisë vetëvendosje. Asnjëherë. Asnjëherë. Kështu që për më shumë detaje. As në të ardhmen. Kurra? Kur. Ti me le të kën. Kur, me po të kën. Ja shëllova më duket. Po për më shumë detaje, rrini me neve. Dafina shkum. Se ftoft jashtë. Hajde. Jo, sonte ngjera me Arlindin është Dafina Dauti, na veca hypëm kerr. Po për fillim duna i kam ne dy sponsorë Dafin që duna mi përshëndet gjithçysh. Kry. A bën? Të kry meki? Është tash është lancu brendi më i ri të nerkave që bëshini që i kanë vesh është Healthy. Për ju të keni që me pose çfarë produkti është Healthy, heni në webfaqen e tyre, e keni healthyviskës.com ose në Instagram ose në TikTok. Kismet, kom ti bodhoro Dafin, se lupa ti bodhorot. Edhe mos harroj ai i cili përkujdeset për flokët e mia dhe për mjekrën tem gjatë gjithë kohës është Cani Barbershop, i cili një djalë i ri që u kthye Belgjikës Dafin, edhe ka investuar në Kosovë, ka qenë në barbershop në Kosovë. Te Sfes Diamondi, pa dal rrugë kryesore. Po bën edhe për mua? Për ty, kur gjë. Ti fenerat, po dhe me tila ti hek që thuj. Ne, po çaja. Këta janë dy sponsorat ton, e kanë edhe Popo Banerin, por që mundin mi po. Për ndryshe, sot sonë me mosh Dafina Dauti është një fonse e flakte vetëvendosjes. E ka mërzimi thonë për vetëvendosje, po. Shumë bile. A pse që ka shumë kinatën Dafin? Si ka minatë, veç s'du më konë me ta asnjëherë. Çka të pengon që mos më kon ta shpina politike sepse ti kontore? Çka të pengon te ta pse s'don më kon me ta Dafin? Sa të kom po dhe na për intervista tjera. Shumë sene. Si për shembull? Për shembull ata që kur një herë asnjëherë nuk e kanë marrë një iniciativë për me qitë të paktën një protest të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata për mu ti nëse nuk bëj më konë për politik, je ka gjë e flakt. Nëse nuk bëj. Jom politik, jam veç e kom cek edhe ma herët jam veç me ata që kanë dhonë gjithçka për Kosovën. Dhe që na sot më dal shlirë edhe mu sill shlirë në për Prishtinë ose kudo në Kosovë, faktikisht. Dafin, të regom sa vjetë të bënë në muzikë. A kur ja ke njës për muzika? Ofer 20. 20 vjetë të bënë në muzikë. Kush ta zbële ki talent? Ta zbëlove veta, ta zbële dikush i shpisë, zakonisht gjithë? E pse duhet me ta zbëlu dikush talentin alend kur e zbëlen vetë? Po e zbëlen vetë talentin fix, po dikush pa ta jep një qëtimi që thonë, po din me knu e te e munesh. Nona? Po. A është gjallë nona? Jo. Shka do zotit akush në gjenem me ta. Amin. Une, ma herët, po shumë shpesh më bjen men konga pse po ik prej meje. Që shumica ka menu që e kënon Adelina Ismaili. Po që e... A dhe qëtë pak për gjani me thonë drejten. Konga e me parë, po. është lancu vitin 2003? Aty dikun, po. A ka qenë dedikim që ke kongë? Asnjëherë. Asnjëherë? Se kom dit as që duhet me ja dediku dikujnë atë ko. Në 2003 të s'ki di që duhet me ja dediku dikujnë në kongë? Jo. E kalëzëm Dafin, a ke dediku në herë kongë për dikon? Po. A mune me ishtë të mba dhe me kalëzu për këna, qysha, teka? Ose cila konga jotja është e dedikume? Një e kam për nanën. Okej. Një e kam për fëmijët mit. Okej. Të në dedikime tama. E na një që ke gjujtë si pak ma rrutën? Rrutla. Ose naj fjallë aty cik-cak që ke thonë për naj person? Këtë është me prejkë dika? Jo, s'kam të përcaktume për asë njëri, jo. Okej. Nështë kam kongë që e kom bo që për 60% e femna. Do më thonë Dafin, ki pas që ke gjytë për rrutull naj tekst? Jo, veç ku e gjejmë vetën 70% nështë. E njerëzve, do më thonë? Njerëzve, po. Dafin, të regom qas të pëlqen këtë industrinë tonë të muzikës. Të shqiptar, qas të pëlqen? Shumë qka. Si për shembull? Ka shumë sene që nuk më pëlqejnë, po që kur t'hysh
në muzikë është problem me dalë masanej. Është, të më thonë Dafin, e pagu 300 euro për koncertin tënd të parë. Po. Sa kohë ke deri më sot publikume? Sa këngë? Po, pavarësisht, ta mundesh me ditë. S'muj me ditë. Vjen se nuk i kom gjej asnjëherë. Se ke një asnjëherë. Kam shumë, Okej. po kam edhe shumë potporia, kam kështu që Ata bëjnë nuk e di. një pyetje që nështë do ka bu shpesh herë. Cili është këngëtari që s'munesh me një të knu? Ose këngëtarja. Ta shpishtim këngëtar. E di që te fol, domethënë s'ke problem, i thu sa me ta maqësh janë. Bashkë kisha thonë, po hiç nuk po m'bjen men dikush që e kom guës s'kom mujt me një të knu. Më thonë se ata që s'muj me një të knu s'si nga heq. Pa përgjigje. Jetu mi prej kështët direkt do, babam! Ashtu është. A i ke po që do të shkrujnë, a veden s'po muj me të një të knu. Dhe pse po më gënë? Okej. Tregom, Dafin, cilë është gabimi ma i madh një që ki bo në herë? S'kom gabime unë. Se ki bo së një gabim një që në herë, me ki ropi shumë e thonë, ku pse e ku mbu qëto? Gabime sa dush, po jo të mdoja. Jetë më doja. A i pishmon njët për najsen? Jo. S'jam pishman për kur gjo. Çdo gjë që e kom bo, nuk i bi pishman. Se nuk kom bo diçka për me i ra pishman. Që me thonë, wow, Po. okej. Ti ki dy Përgjigje. qika si drita, Po, ti rujtë zote. faleminderit. A ki qef që qikat e tua nesër me trashëgu këtë profesionin tënd këngëtare? E dita që po dënë me vetë, kështu që ju e kom thonë shumë herë, nuk kam qef, sepse e di që cila do që dënë me zgjedh muzikën, duna mi shku mrapa. Kështu që s'kisha pas qef më konë një lloj menaxherje fëmijës tem. Po, ti mund është me lona i menaxherit ndur. Unë e di qysh është kjo but e muzikës. Po thu që s'ka menaxherat hojrit ose menaxhera që duhet më Jo, konë. ka, po nuk ja beson fëmin tanë mja lon kërkujt në dorë, s'ja beson ma shumë se vetës tone. Për që ato po thamë. Kështu që e di që Kajli ka mu bu, këngëtare. Qika vogël. Po, Edhe mashallah ishe gjallë. shumë e gjallë është. Edhe shumë një fara IQ-je. Shumë që di se di nonën se ka të gjallë qatë shumë. Ja, mas me pas nonën e gjallë se shkon qëtu kësët. Normal. Edhe Zona unë jam jore. shumë e gjallë, mu ka njohë shumë, po unë s'kisha pas qef, pa ajo nëse dënë me vazhdu në muzikë, unë me pengu se pengaj, përkundrazi e përkrahi gjithmonë, edhe e shty më shku për para. The, pishmën njëtë si për kur gjo. Jo, Gabime s'ki bo. Cilë është momenti ma i mirë i jetës jo, tënde? gabime kom bo. Nëse, po kena tash bo, nuk po jam jo konë- diçka wow po, që me thonë. po. Tregom cilë është momenti ma i lumë të jetës tonë, Dafin. Momenti ma i lumë të rritës teme, kur Kur të kanë linë qikat po, dy momente, përveç sajna. përveç shikave, unë jam e lumë tër gjithmonë. Vrejesh, se e shumë pozitive. Kështu që nuk po di cilën rast me vequ ma shumë, që s'pon kujtohet për momentin, po edhe një të përditshme jam e buzëqeshun, e hareshme, e lumtur, edhe kur s'jam e lumtur. E cilë është sfida më e madhe një që i ke pos nërë? Sfidë. A ki sfida? S'kisha me qujtë sfidë, po momenti ma i keq i jetës teme, kur unë e kom humbë nanën. Ngushëllime prap. është një me, është edhe im të anonës është e pa për
pa përshkrueshme edhe nuk zaventësohet. Veç ai që Me se ka kurqë. provu se kupton. Dafin, sot a je single apo në një lidhje? Pyetje që bëj zakonisht krejtëve, besoj se ki problem. Me të Çfarë pyet. pyetje? A je në lidhje vëlla, Jo, a je jo. single? Nuk jam në lidhje unë. Falem, Dafin, e martuar apo single? Jo. E martuar si jam krejt e dina. Dafina, po se do një partner? Se le ka të zë vëlla, po du me dal që të që të po du me dal. Ti po don me dal, Po disë po do me po thonë nuk e përgjigje. di pse po don me dal. Valloj, po vish e me të vetë. Po në tu përgjigja. Thash e martuar si jam edhe në rregull jena. U kryen në rregull. Po shkojmë, vazhdojmë për fushkosë. Po shkësam. Okej, Dafin, ajo cili është këngëtari ose këngëtarja që ki qef me bu një bashkëpunim me ta? Për bashkëpunim kem këngëtar shumë të mirë. Amo që kishe pas qef shumë që të flenë. Ramadan Krasniqin. Edhe një këngëtar shkodran, Okej. Bujar Qamilin. Bujari është valla, edhe Ramadan. Për ndryshe, Ramadan ka që Danin, të premtën e kena ngjyrën Marlindin. Si me pas ditë. Pasha zotin e madh. Danin e kena të premtën kismet. Dafin, kallëzove që kjo nuk është qaq industri e pastërt. A ka skandale në muzikë? Sa dush. Cili ka mujt me konë skandali ma e madh që e ki ndëgju në herë pej naj kolegës ose kolegu tanë? Për ata apo për veten tem? Edhe që kanë thonë për ty, po edhe për ata. S'pëdi Arlind, në këngëtarët, ka këngëtarë që jetojnë me skandale. O fiksa e di që desin në bu skandali që po konë që në dhe menjës. Edhe për shato s'pëdi, na çdo ditë lexojmë skandale që dojnë me bu ndoshta veten që mu përmen, mu fol për ta, e bën një diçka veç sa me mu flit, do më thonë me fol njerëz për ta. A ka ndohë nërë që ke bërë diçka me qëllimi që më konë në qenë dhe menjës me shku portalet mediat? Jo, Asa dhe njerë? jo. Apo se preferon këtë pjesë hiq? Jo, nëse kisha bo, nëse më kish kujtu, pa problem të edin që une E ti e thu, thëm po, e kallëzën. po nuk kom bo diçka vesh mu fol për mu përmen. Sepse nuk është, ka shumë sene nështë që unë s'kom qef edhe kur dalin nuk kom qef. Sepse ajo është pjesë e privatësisë teme. Cila është gjoja ma e pavërtet që është full për ty në herë? Që ka qarkullu nga për media ose që është full për naj kolegu të? Ka shumë. Si për shambull, a mund është më naj cikë? Jo, ka shumë. Kam bo bashk me shumë, nështë me këngëtar, me njerëz që unë kom nejt, që unë i kom pas shok, ose kom nejt me ta. Sa herë. Ta kanë gjitë që kishe i lidhe me ta? Po, unë nuk është që kom kësi probleme kur e di që nuk është ashta. Jo, të kështu shiesh e femën carë. Këni kapeja i thojnë, kana i thojnë carë, femën burnore, burnesh. Jam bagi shumë. Jo bagi, po ti e te prën me burni. Dafin, ti e te prën me burni. Dafin, ajo preferon vojzave të reja. Muzikën, po fulim për vojza se gjemt e kanë malet. Gjemt shumë sane kanë malet. Unë e menej që është njëjtë. Nuk është që e kanë ma letë, edhe me shkojt martohen, kryen familje. Fiks. Problemet lindin kur ti je këngëtar edhe zakonisht na ditën nuk noj. Jetën e natës e Po, keni? na kemi jetën e natës dhe aty çiftet mundën me pas probleme. Sepse na hala nuk e kemi shtin kry që nëse ti dën me bo diçka, nuk mund është vesh natën me bo. Po edhe ditën. Fiks.
Dhe nëse ti don me bo diçka, nuk mundet kërkush më të rujtë në këtë botë. E runë vetën. A ka ndodhur ndonjë që profesionit si këngëtarët kanë nxirr problem në jetën private? A ka pas rast? Po, shumë raste. Shumë raste. E ki pas shërin profesionit? Që ndoshta kanë nxit me naj situatë? Te na është kjo kështu gjithmonë tash ka nis pak me u zbeh ajo se ma herët me konë këngëtare je konë edhe diçka tjetër. Ti kanë shtu, se këto me pas bishtin, ta hekin, mos me pas ta ngjesin. Për ato po them. Kështu që po ki probleme në jetë kur ti je këngëtare. A ka ndodhur që naj koleg ose kolegi jote të kalu pare bashkë? A pse di vllaj që milioner më kon, në herë pa parë mit. Koleg, po. E kolege femën? Po ka mëre, shumë ka. A ka ndodhur që të ka marrë pare bashkë pas ti ka kthy? Tja përmenim sonte. Tja kujtojna. Jo, s'ka se e kish ditë që e kisha lyp ku është e ku s'është. Opa! Dafin Mangupi. Po jo bash mango. Ja, Dafin kështë të qelë me ty njëri më knasë, vëllë, laf më bet. Unë të njëllë njëtën private kështët, pasë da den kështë s'pat një për të bëj pytje. A krejt përgjigje di kom ditë. Ban ty, veç masë që ta krimeshe. Ku. Gjëna, sonde se nalim kamerën heq, që ta është lidh në live-ën, dhe nesër në mëngjes, se nalim live-in. Cila kish me qenë këshilla jote që a i këshep rinjisë të Kosovës? Mas edhe nga drejt fundit. Unë kisha thonë që nuk duhet me i harru sakrificën mas pari si popull, që fëmija jam ose mocanikët e fëmis tem me pas kush me ja u rikujtu sepse ata janë të ri dhe nuk e kam përjetu ato. Kështu që në momentin që ti e kujton sakrificën e popullit tën, atëherë shumë sene kanë me shku që shduhet. Liri për shlerimtarët këtë rast. Sigurisht që po. Fjallat e historia jonë. Sigurisht që po. Dorë zote, inshallah kena me pas sa ma shpejt këtë Kosovë. Po besoj që shumë shpejt kanë më ardhur. Inshallah dën zote. Dafin, une si Arlind du me të përshëndet dhe du me të falenderu shumë që ishe pjesë e gjerë Arlindin. Zotit rujt ta dhosh netën, inshallah gjithë jetën kome një veç mirë për ty. Shumë faleminderit ty. Inshallah suksese në projektet e ardhshme. Inshallah jo me mirësor dhe më prap të ti. Çdo herë, sa herë që të vynë diçka që kjo Arlindi i keq. Nuk tha ti, e thash të thëmone. Faleminderit shumë për teje, kështu që Shumë faleminderit. te unë të din që i ki derën qelë 24/7, thash që të vynë diçka Arlindi. Knatësi për mua. Apo din? Kështu që njerëzina, dura për durë, po ka nevojë ka herë lemo njëri për njëri. Shqiptar që po. Shqiptar që ketë, nëna dhe me thonë për ketë shqiptar. E ju shikus në dërum, qëto pecike për herë të parë. Ju cilët e keni qef, e keni na histori të pazakont tjetës t'juv, edhe keni qef me ndohë Arlindin, ju presë në gjere Arlindin. S'ka gollin nëse qef të publike, mundesh me më shkru, edhe besëmni që kishe mund të bëjë diçka shumë të fort. E nga onë Arlindi, mirë mbeqit, Zoti ju rujt, e po që lumëtorin jetë, dhe hera betjera, kaleni bukur. Ciao.